Zonat në jug të Shqipërisë paraqesin mundësi të mëdha për zhvillimin e turizmit natyror dhe kulturor. Një nga vlerat e trashëgimisë botërore, Kisha e Labovës, mbetet ende pak e vizitueshme për shkak të infrastrukturës së keqe rrugore. Banorët thonë se me gjithë interesimin e tyre, ende nuk po gjejnë mbështetje për restaurimin e kishës, e cila rrezikohet nga dëmtimet. Korespondenti ynë Raimond Kola udhtoi në Labov dhe në krahinën e zagorisë së Gjirokastrës dhe përgatiti materialin. Një grup fëmijësh të vegjël luajnë valle me motive pagane pranë kishës në fshatin Labove Kryqi të Gjirokastrës. Emigracioni në fshatat e jugut të Shqipërisë gati ka boshatisur shtëpitë dhe fëmijët e Labovës tani që kanë shkollën e mbyllur dhe në gjendje të mjeruar, sillen në hijet e fshatit. Labova e Kryqit njihet për kishën e famshme të Shënmërisë, një nga objektet unikale jo vetëm për trashëgiminë kulturore shqiptare, por dhe ato botërore. Stefan Mijaj është njeriu që i ndihmon të gjithë vizitorët duke u folur me pasion për kishën dhe fshatin, por dhe për pasuritë e çmuara të kësaj treve. Labova e Kryqit përbëhet nga dy lagje. Labova e poshtme dhe Labova e sipërme. Distanca rreth 1 qerekore. Kanë dy pushtete, por kanë një ekonomi. Tokat i kanë të përbashkë, i kemi të përbashkëta. Ka pasur 85 shtëpi poshtë, 85 shtëpi lartë. Këto shtëpi janë, po një pjesë e mirë kanë shkuar në emigracion. Stefani ka shërbyer që i vogël pas Priftit, i cili përjetoi gjatë komunizmit dhimbjen e thellë për ndalimin e besimit. Rroqi gjatë, por me merak të madh në zemër, se kuptohet se ai ishte një dëm i jashtëzakonshëm që ju bë kulturës tonë kombëtare. Kisha në 67-ën ka histori të gjatë se si u mbrojt, në monumentet e mbrojtur nga shteti dhe në fakt përgjithsisht u mbrojt. Por arshiva e saj u dëmtua. U dogjën një pjesë nga njerëz histerikë të komunizmit, edhe vazhdimisht është vjedhur disa herë. Stefani thosë se 10 turistë të huaj vinë në fshat në të 4 stin të vitit për të njohur me këtë kishë të famshme të periudhës bizantine, por pa mundur të gjejnë dhe kryqin nga i cili mori emrin fshati dhe që thuhet se kishte si pjesë relike të kryqit ku kryqëzua Krishti. Ky kryq u vodh ashtu si shumë vlera të tjera të kishës, ikona dhe objekte qindra vjeçare që nuk janë gjetur më, thot i brengosur Stefani. Labova ka pasur një kryq të shenjtë, dhuratë nga Justiniani i parë, njëkohësisht me dhuratën që i bëri Papës së Romës në vitin 559. Ky kryq madhështor në vitin 1987 u zhduk në mënyrë enigmatike. Janë vjedhur dhe shumë ikona, janë rësuar me të tjera të jo origjinale, domethënë të bëra të reja. Rruga nga segmenti autostradës Gjirokastër-Kakavi në gati 10 km është mjaft e keqe dhe kjo e pengon turizmin dhe zhvillimin e zonës në Labovën e Kryqit. Në fshat ndihet shqetësimi për të ardhmen e kishës, pasi siç thonë vetë banorët, ajo ka vite që njeh dëmtime dhe mungon interesimi i strukturave shtetërore. Kjo kishë me vlera të tilla është vetëm në bizantistikën dhe do të jetë krim dhe humbje madhe në qoftë se do të dëmtohet kjo kishë. E jashtëzakonshme, jo vetëm kombëtare. Dhe është për të ardhur keq që Kubeja është mjaft e dëmtuar dhe specialistët që kanë ardhur thonë dhe duket dhe me sy që është zhvendosur rreth 1 metër e ca. Ne edhe në media e kemi paraqitur këtë shqetësim, edhe në organit përkatëse, si në Drejtorinë e Kulturës në Gjirokastër, në Ministrinë e Arsimit, dhe shpresojmë e besojmë, por duhet që ndërhyrja të bëhet sa më shpejt. Nga Labova rruga ngjitet përpjet për të përshkuar luginën e lumit të Suhës dhe grykën piktoreske të Selskës. Turistë perëndimor kanë nisur të ngrenë kampingjet e vogla, ndërsa fshati më i afërt, Poliçani, është gjithashtu një tref historike ku në ver kthehen qindra emigrantë shqiptar nga Greqia. Nga Poliçani në Zagori, pamjet e fshatrave të vegjël janë breslënse. Banorët rrisin bakti, të merren me bletari dhe me prodhimet bio të zonës, duke ripërtërirë shtredh e çative dhe duke menduar për dimrin që është i ashpër në këto zona.
Në këtë pejsazh mbreslënës, turizmi ka mundësi të jetë hapa në rrugë të vështira dhe të pashtruara dhe do doj vite të sjellë grupe turistike. Rruga e re që është bërë në krahun tjetër të varmalit të Lunxharisë deri në fushën e Çajupit ka treguar se në këtë pjesë diçka ka nisur të lëvizë më shpejt. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.